Kom thonë musha me do njerë më kur s'ko menjë. E bani me në ditën e parë të punës në Trepç? Po, puna me vështira edhe për prind, edhe për familjar është me vendues, mi shtini familjar me punu me njerë. Ai që ka punu vetë... Sidomos në moshë të re, në 19 vjeçare. Sidomos në moshë të re, për shembull prindi jam ka punu, e tash më përsumë në Trepç edhe e ka posë vështirë. Unë e kom punu, mas parin, ja kom nisë me 28 orë 1981 dërimin e tretë, në horizontin e 5, më kujtohet shumë mirë. Në horizontin e 5, jam shku në dërimin e tretë, atëherë çdo punëtor i ri që jenë shkon me përcjellje, se mënyra është pak e rrezikshme, janë rrugë pa njoftuna, domosdoshmë rreziqet pa pritura, në 6 muaj ne kemi si praktik çdo punëtor i ri në përcjelljen e dikujt tjetër më të vjetër, nuk lehet vetëm. Unë jam shku në horizontin e 5, edhe me ta tregu të vërtetën, kom thonë musha me do njerë më kur s'ko menjë. Kështu kom thonë. Edhe kanë thonë edhe shumë veta, se kur jem hi unë e pi dritën terë, do më thonë aty krejt terë, çdo gjo krejt but tjetër. Zhurmat aty në ngarkuse, në i thënë, ka vu edhe lodera, makinat me shtypje tajrit, dhe më unë këtu, kur i kom gjëgju mas parit, merë mu ka duk, edhe kom unë musha vërden me gjesë me dollë, kush që unë e mund nuk kom me hi këtë, mirë po kjo joshja dhe adaptimi është pasunia me madhe, shoqënia mirë, edhe ka dardone, jena josh, jena adaptu edhe basanena nuk ka duk shumë letë. Kur po thoni joshja, keni fjallën për ambientin e punës, cilën e keni pasur në vazhdimësi, apo jo? Jo, tash, njerë nuk ka duk shtirë, ta ishi kur i kom po unë e kom po dhe punëtur aty shumë, nëjse na e na konë gjenerata, kom po gjenerat mesme, kom po dhe shumë të vjetër. Tash kur e logarit që unë e kështë shumë vjetër, po punën, nështë anë atë ku e konë, se në atë ku e konë edhe punëtur të kështë të vjetër me veshje, komtare, me plisa, me shalla, diku 90% kur hypsha unë në autobus për Mitrovice me shku krejt me plisa, me shalla e konë. Dhe mon kër i pasha ata, të isha kuj vjetër me punu, pëse s'punojën. Edhe shoqënia ka qenë shumë mirë, dhe mon ata është vjetër neve në kanë respektuar, në kanë rujtë si me në posë familjarët vetë, dhe mon ta që ka dardale dhe na jena adaptu edhe jena mësu, edhe ka posë punëtur që masanina dhe mi lutë me dorë si përfaqe nuk e dorë me punu. Dhe mon i adaptuet punës edhe e kena kalu dhe mon qatë kuën për 81 deri në 88, ta ishin protesta në 89, dhe mon në kom punu 8 vjetë, mas 8 vjetë në kanë qitë për punë, 10 vjetë kena najtë pa punë. Qështë ta ishin 2 mitën i nga këthy, apet mas lufteve, dhe mon kjo një farë periude që i kena përjetu gjitha edhe këtë marshën, dhe mon shkurjen Prishtin për stantar konkon. Si u vendos kjo? Kush vendosi? Si ishte organizimi gjithë asaj protestet themi kështu nga Stantërku deri në Prishtinë, sepse me shku me veturë është largë, e lere më të nisësh në këmë. Që kjo, dikush mendon se minaturët janë pashkollume dhe nuk kanë mendu që ashte. Kanë mendu edhe funksionarët e Jugosllavisë në atëherë dhe kanë mendu që jenë pashkollume dhe nuk shohin largë, dhe më unë jenë shkurt pamës. Mirë po minaturët janë konë njerëz jo shumë të shkollume, mirë po janë konë oratorë shumë të mirë, edhe janë konë largë pamës që kanë po gjithë shka. Ne kena po në atë kuën, e kena vërejt që dikun 1/4 të popullësit Kosovës, dikun 500.000 vetë, gjatë ku kanë kalu për 80, dhe më për viteve 80-89, që konë demonstratat, dikon 500.000 vetë kanë kalu në vërduar policisë, jenë burgose, jenë reje, jenë maltretu. Ta që masane filloj diskriminimi i shkollave, e fakulteteve, dhe më që mi allon kulminacionin, ku erdhë, për shemull, kjo hiqja kushtetutës vitin 1974, që konë Kosovës, atëherë diskriminimi i këtyne profesorëve të fakultetit, edhe na i kem po gjitha ato që do më unë dhuna dhe represionin, na s'kem po s'ku me shku.